Amaneti, edhe kur vdes njeriu, Allahu Dhul Gjelal ka me dënu, edhe në dunjat, po edhe në ahiret. Dhe amaneti ka me dalë para Allahu Dhul Gjelal me thonë, ja Rabbi që këm ka mashtru, edhe që këm ka tradhtu, edhe që kjo amaneti nuk e ka zbatu. Edhe Allahu Dhul Gjelal amanetin ka me thonë njeriu të kthej amanetin. Ja Rabbi, ku ke me kthy në këtë dunja? Ku ke me shku? S'ka më ka kalu, që me kthy atë amanet? Thotë Allahu Dhul Gjelal shka me rënë gjehnem. Dhe ka me shku njeriu në gjehnem, her me qitë në anën e djath, e her në anën e majt, e ku mundu mu ngrit me dalë prej gjehnemit, veç ka me rëshit e poshtë dhe deri në fund tjetës ti, se s'ka më fund ajo jetë, po dën jetën që të kumenaj të mundu me ngrit amanetin prej gjehnemit. Sa që Abdullah ibn Mesudi, thot, dhe Ahmed ibn Hanbeli dhe djalit në librën e Zuhd, kanë transmetu që edhe mujahidi, edhe luftetari, edhe shahidi, edhe dëshmori, i cili e ka thy amanetin, Allahu Dhul Gjelal nuk ja fal as ati. Amaneti e punë e madhe. Sa që i ka me qunë gjehenem, Allahu Dhul Gjelal mi thonë nëzirë amanetin. Përkan, shahidit, cilët shahid, që ati që pëtë Allahu Dhul Gjelal, krej gjunahet ja fal. Ama të amanetit dhe të borqi, që do dyja nuk ja fal. Thot ktheva tje në gjehenem edhe kthej amanetin njerëzve. Sa prej amanetive kemi thy? Sa prej amanetive ne i kemi anashkalu? Sa prej amanetet na heq veshës ja kemi lëshu? Sa prej këtyre gjanave kemi thy? Nuk i iman nëse si e besueshëm. Nëse nuk je i me qua amanetin deri në fund që Allah Dhul Gjelal ta ka dhënë. Islamin e kem amanet, Kur'anin e kem amanet. Qitatë që cilën Allah i neve na ka ngarku dhe na ka thënë Allah Dhul Gjelal në Kur'an. Zoti Dhul Gjelal këtë amanet, këtë Kur'an, ja ka dhënë kodrave dhe maleve, asnjë s'ka mujt me marë. Ja ka dhënë njeriu që ky ka me mban mbi supet e tij. Këtë amanet që njeriu do të më shpjegou, djerë në të më mësu, si pasoj rrugët do të me vazhdu, nëse do xhenetin me shiju.